Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e peshores. Peshore, java e parë e gushtit do t'jetë një javë fantastike për ju, sidomos në aspektin financiar, në aspektin e parave. Shikoj një person shumë të suksesshëm, një person që do vi në jetën tuaj, dhe do t'ju jap një mundësi shumë të mirë. Ky person mund t'ju ofrojë një vend pune, mund t'ju ofrojë një bashkëpunim, ky person mundet që t'ju jap një dhuratë të shtrenjtë për disa peshore, sidomos nëse keni të bëni me dikë që ka energji të fortë toke, dikë që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Dem veçanërisht, por mund të jetë edhe Virgjëresh ose Bricjap. Pse e them këtë? Së pari, sepse me datë 3 gusht, Chiron, që është një asteroid që lidhet me ato gjëra që ne kemi si peng, si plagë të paralizuara, është në Dem dhe është i kthyer në prapavi. Pra një plagë që ty të ka mbetur e pa realizuar përmbushet. Për shembull, ju jap një ide, se sigurisht ky është leximi i përgjithshëm, por nëse më përpara ti ke qenë në një lidhje ku ish partneri yt ose ish partnerja nuk të ka bërë dhuratë kur, ose nuk të ka bler lule, ose nuk të ka bërë një dhuratë të shtrenjtë, tani vjen një person në jetën tënde që është totalisht e kundërta, të vlerëson, të jep dhurata, bën gjithçka për të dhënë atë vëmendje, atë dashuri që ti ke nevojë. Është e fokusuar tek dashuria, pra është lidhja ndërmjet materiales dhe dashurisë, sepse me datë 6 gusht, edhe Afërdita, planeti i dashurisë, planeti së bukurës, planeti i gjithçkaje që konsiderohet me vlerë dhe luks, futet në shenjën tuaj në peshore. Dhe kjo është një nga periudhat më të mira për të filluar një lidhje dashurie, për të kërkuar për vend pune, për të pasur biseda të rëndësishme, marrëveshje, kontrata, sepse jeni më të predispozuar për të marrë rezultatet më të mira të mundshme. Njerëzit janë më të tërhequr ndaj jush, ju vetë ndjeni më bukur, ndjeni më mirë dhe rezultati sigurisht do të duket me këto realizime pozitive. Çfarëdo që do të vi për ty në këtë javë të parë do të jetë një gjë me vlerë. Mund të jetë me vlerë monetare, mund të jetë edhe në vlerë për një kohë të gjatë, siç është një vend pune ose një bashkëpunim që do jetë me përfitim për shumë e shumë kohë. Por shoh që kjo do të krijojë edhe xhelozi peshore, sidomos tek rrethi juaj shoqëror. Do të kuptoni që shumë njerëz për shkak të vëmendjes që ju merrni, për shkak të fatit që ju keni, për shkak të mënyrës se si ti tërheq në mënyrë kaq natyrale, kaq të lehtë, ti e ke shumë të lehtë për të bërë njerëzit për vete, për të të ndihmuar, për ta gjetur veten në vendin e dur, në momentin e dur, thonë o ti ke shumë fat, ty të ecin gjërat. Kjo do të krijojë xhelozi, do të krijojë inat dhe do të shikoni dhe fjalë, do të dëgjoni fjalë, do të shikoni një sjellje të çuditshme të atyre që ndoshta i keni konsideruar si miq ose si mikesha, një ndryshim që nuk do t'ju pëlqej. Nga data 9 sidomos kemi Mërkurin, planetin e komunikimit që futet në Luan, edhe aty her pas here mund të dëgjoni komente që të natyrës që po ty të pëlqen vetja, po ty çfarë të duket vetja, ose komente në lidhje me pamjen që ti e di që nuk janë komente për mirë. Unë mendoj të ndryshosh këtë gjë, unë mendoj të ndryshosh këtë gjë tjetër, janë të qëllimshme si për të ulur pak atë ndriçimin, atë shkëlqimin që ti do kesh në këtë kohë. Sidomos nga femrat mund ta ndjeni më shumë këtë, sepse nga data 11 gusht, Marsi është Marsi që lidhet me mënyrën se si ne marrim vendimet, si atë shpirtin ton luftarak në përgjithësi, do të jetë në gafore, dhe kjo i bën njerëzit që të kenë ato tendencat më passive aggressive i thonë anglisht, por me agresivitet, por në mënyrë pasive, në mënyrë të tërthort, në mënyrë që unë të dua të mirën, po ta them këtë gjë me shaka, por në fakt është fyese, në fakt
është si e si për të të bërë që të ndjehesh keq. Dhe do të arrijë një moment ku do të ndodh një shpërthim, një hatërmbetje rreth datës 12 gusht, kur kemi eklipsin. Eklipset për çdo person kanë një impakt të fuqishëm, sepse është një energji e fortë që na prek të gjithë. Ky eklips i hënës së re do të prek ty si peshore pikërisht tek vlera që ti mendon se ke në jetën e njerëzve, miqve, kolegëve, persona me cilët ti punon. Ti ke menduar ndoshta se ata të vlerësojnë, se janë vërtet miq të tu, se në momente të caktuara do të t'japin mbështetjen, suportin e tyre, dhe do të kuptosh që në fakt jo të gjithë ata që ti mendoje se ishin miq të tu janë realisht miq ose mikesha dhe realisht të duan të mirën. Ky do t'jetë një nga ato momentet me ngarkesë emocionale, sepse ju shoh të mërzitur, ju shoh të zhgënjur, shikoj që do të humbisni besimin tek disa persona peshore, do të jetë një situatë ku ti nuk do të qëndrosh në heshtje, do të marrësh atë informacioni, thash e themet, fjalët, do shikosh sjelljet që nuk do të pëlqejnë, do t'i mbledhësh të gjitha dhe në javën e tretë do të jetë pikërisht momenti ku ti do t'i vendosësh pikat mbi i. Do të jetë momenti ku gjithçka që ti ndjen brenda vetes tënde do ta shprehësh, do të kesh kërkesa shumë të qarta, do të thuash un kam vënë në re këtë gjë, e kam vënë re disa herë, nuk kam thënë asgjë, kam menduar që ndoshta ishte diçka kalimtare, ndoshta unë nuk e kuptova, por të gjitha këto sjellje janë sjellje që nuk i toleroj më dhe ju shoh të ashpër, ju shoh të prerë me shumë njerëz rreth jush, në shumë drejtime dhe keni nevojë që të bëni këtë spastrimin, këtë detoksin e personave që ju rrethojnë në mënyrë që të mbani afër vetes vetëm ato njerëz që janë vërtet cilësor, vetëm ato persona që duan të ecin drejt suksesit me ju, që duan të kenë një jetë pozitive bashkë me ju, që duan vërtet t'ju kenë miq edhe të kenë vlerë të përbashkët, pra ti sjell vlerë në jetën e tyre dhe ato sjellin vlerë në jetën tënde. Nuk e shoh si diçka negative, përkundrazi, për shumë peshore do të jetë një lehtësim i madh për ju, sepse keni më pak njerëz në rrethin tuaj për të cilët ti duhet të mendosh ose të kujdesesh. Shikoj edhe një lloj sigurie tek vetja juaj, do ndiheni mirë, do ndiheni disi të lehtësuar që i thatë ato gjëra që ndjenit, sepse për një kohë i keni menduar këto, mos ma tha këtë gjë me nënkuptim, po pse u soll në këtë mënyrë, po pse s'më ktheu përgjigje. Keni pasur, këto kanë qenë gjëra që i keni mbajtur në mendje prej kohësh, nuk janë të reja fare, por momenti shpërthimi ndodh gjatë eklipsit kur mbushet kupa dhe gjithçka del në sipërfaqe dhe vjen ai momenti që ti e kupton situatën realisht se si është, por brenda teje pak kënaqësi dhe dyshimet i ke pasur prej kohësh. Prandaj në një farë mënyre gjatë javës së tretë ti do të rifitosh besimin tek vetja, sigurinë tek vetja dhe do ndihesh mirë sepse ngritet zërin për të mbrojtur atë që të duk si e padrejtë, si një sjellje e padrejtë, si një sjellje jo e mirë. Java e fundit do të jetë një javë me ngarkesë, do të jetë një javë me lodhje, një javë me energji intensive, kjo për shkak të eklipsit të hënës së plotë në peshk, që është një energji shumë e ndjeshme, shumë emocionale, gjithmonë hëna e plotë është një energji me ngarkesë, aq më tepër kur është eklips. Dhe për këtë arsye mund t'ju duket edhe sikur keni më shumë volum pune gjatë kësaj jave të fundit. Fizikisht mund të ndiheni më të lodhur, më të ngarkuar. Mund t'ju duket sikur s'keni energji të mbaroni punët që duhet të mbaroni. Mund t'ju duket sikur s'keni mjaftueshëm ndihmë. Do të jetë një javë ku do keni nevojë vetëm të qetësoheni, të relaksoheni. Kjo është
java e fundit, sepse është me datë 28 gusht eklipsi, është koha për pushim. Është koha për të rikarikuar bateritë në një farë mënyre përpara se të filloj sezoni i vjeshtës. Dhe është edhe koha për të mendojeni si një lloj pauze mbas verës, sidomos mbas pushimeve, nëse shikoni që gjatë verës e keni tepruar pak me ushqimin apo me alkoolin apo me daljet e shumta dhe keni nevojë për një lloj detoksi, për një lloj qetësimi. Ky është momenti për ta bërë këtë gjë. Jo më kot, edhe nga orakulli i shërimit, mesazhi për ju peshore më thot self love, pra dashuria për veten. Fokusi dhe ajo çfarë ty do të bëjë të ndihesh më mirë është dashuria për veten, të kujdesesh dhe të bësh prioritet veten tënde. Në momente kur, sidomos kur e shikon që të tjerët nuk e vlerësojnë sa duhet, atë çfarë ti ke bërë për ta, ose kur shikon xhelozi, kur shikon inat, kur shikon sjellje të cilat nuk janë në dobinë tënde, më e mira që mund të bësh është të largohesh nga këto persona duke e bërë veten tënde prioritet dhe qetësinë tënde emocionale, qetësinë tënde nga ana mendore, nga ana psikologjike, sidomos në javën e fundit. Dëgjoje trupin, dëgjoj nevojat e tua. Nëse nuk ke atë motivimin për të mbaruar shumë punë, është në rregull, gjithçka, çdo periudhë ka kohën e vet, ka atë energjinë e vet. Është mos e normale që për disa ditë mos të ndjehesh mirë apo mos të kesh atë motivimin edhe energjinë për të vazhduar për të bërë më shumë si në kohë të tjera. Prandaj pusho në këtë ditë, qetësohu, relaksohu, kujdesu për veten. Kjo do të jetë gjëja më e mirë, siç thash, për t'u përgatitur për periudhën e vjeshtës. Në përgjithësi ju jeni me fat gjatë gushtit, sidomos në fillim të muajit, aq më tepër në dashuri, aq më tepër me persona që ju duan të mirën, që duan t'ju përkrajnë, që duan t'ju ndihmojnë, prandaj pjesën tjetër të fjalëve, të ngacmimeve, lërini më një anë. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like në koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj shumë, ju uroj gjithë të mirë dhe bashkë do dëgjohemi video të ardhshme. Mirupafshim.